Më 16 shkurt të vitit 2009, rreth orës 15:40 të pasdites, diçka e papërfytyrueshme ndodhi në qytetin Stamford të Connecticutit. Një shimpanze mashkull i rritur me emrin Travis, i cili ishte mbajtur për shumë vite si një kafshë shtëpiake e dashur dhe e trajtuar si pjesëtar i familjes, u tërbua papritur, duke sulmuar dhe plagosur rënd një grua 55 vjeçare. Sulmi i tmerrshëm zgjati për një kohë të gjatë dhe nuk ndaloi derisa forcat e policisë mbërritën në vendngjarje dhe e qelluan Travisin për vdekje. Çfarë e shkaktoi këtë shpërthim dhune? Kjo do të mbetet përgjithmonë një mister. Travis lindi në një stre për shimpanze në shtetin Missouri më 21 tetor të vitit 1995. Ai u bishtua shumë shpejt nga një çift i quajtur Sandra dhe Jerome Herold, të cilët e emërtuan sipas këngëtarit të tyre të preferuar, Travis Tritt. Familja Herold e rriti Travisin në shtëpinë e tyre në Stamford, ku ai trajtohej si një kafshë shtëpiake tepër e dashur. Ai udhëtonte me Sandrën dhe Jeromin sa herë ata shkonin në punë apo për të bërë pazar, dhe pozonte për fotografi brenda në kamionçinën e tyre. Travis ishte shumë i njohur dhe i dashur nga banorët e qytetit, madje edhe forcat e rendit lokale e kishin për zemër dhe e konsideronin si një kafshë shtëpiake të çuditshme, por të dashur. Madje edhe fëmijë Toni shpeshherë u përleshte me të për qejf. Ai kujtonte se kafsha ishte gjithmonë shumë e kujdesshme gjatë lojës dhe dinte kur të ndalonte. Sipas Tonit, Travis dëgjonte më mirë se nipërit e tij. Travis dinte të vishej vetë, të ujiste bimët, të jepte bar kuajve të familjes Herold, të hante në tavolinë me familjen edhe të pinte verë nga gota. Ai dinte të përdorte çelësa për të hapur dyert dhe të futej në kompjuterin e familjes për të parë fotografi. Shikonte bejsboll në televizor dhe përdorte telekomandën për të ndërruar kanalet. Luante dhëmbët vetë edhe kishte vozitur makinë 1 ose 2 herë. Ai madje kishte mësuar orarin e kamioneve të akullores në lagje, që të dinte kur të priste ushqimin e tij të preferuar. Travis ishte aq i sjellshëm dhe i aftë sa që u përfshi në disa reklama televizive për marka të njohura si Pepsi dhe Old Navy. Ai madje ishte mysafir në emisionin e famshëm të Maury Povich dhe u shfaq në një pilot televiziv që nuk u realizua kurrë në formë të plotë. Duke marrë parasysh gjithçka, ai kishte pasur një karrierë të veçantë edhe të admiruar. Megjithatë, kishte 1 ose 2 incidente që dilnin në pah nga kjo pamje perfekte e jetës së tij. Në tetor të vitit 2003, për shembull, Travis po udhëtonte me makinën e familjes Herold kur një kalimtar i hodhi diçka drejt automjetit. I tërbuar, shimpanzeja doli vetë nga makina dhe filloi të ndiqte personin që e kishte goditur, i cili u largua me vrap. Një reagim i kuptueshëm kur përballesh me një shimpanze të zemëruar prej 90 kg. Policia u thirr menjëherë dhe pasoi një ndjekje qesharake, ku oficerët përpiqeshin ta joshnin Travisin të kthehej në makinë me biskota, akullore dhe arra makadamia, vetëm që ai të dilte menjëherë pasi i hante ato. Ai i ndiqte me lojë policët rreth makinës dhe mbajti trafikun pezull për disa orë, vetëm kur u lodh arritën ta qetësonin me një shigjet qetësues. Edhe pse askush nuk u lëndua nga ky incident, ai çoi në përforcimin e rregullave. Që nga ajo kohë, çdo person që dëshironte të mbante një kafshë egzotike në shtetin e Connecticutit duhej të aplikonte për një leje të veçantë, por ky ligj nuk u aplikua për familjen Herold, pasi ata kishin në pronësi Travisin prej shumë kohësh tashmë. Në një incident tjetër, një grua që jetonte në të njëjtin rajon me Heroldët pretendoi se Travis e kishte kafshuar dhe kishte tentuar ta tërhiqte brenda në makinë në vitin 1996. Edhe pse kjo ngjarje tingëllon si më shqetësuese, nuk ekziston asnjë dosje zyrtare për të, pavarësisht se gruaja deklaroi se e kishte raportuar
në polici. Përkundër këtyre ndodhive të ralla, Travis konsideroi nga të gjithë si një shimpanze i padëmshëm, i socializuar mirë edhe plot sharm. Por kjo do të ndryshonte përjetësisht më 16 shkurt të vitit 2009. Në atë kohë, fatkeqësisht, Jerome Herold kishte ndëruar jetë nga kanceri. Tani biznesin e familjes, një kompani tërheqje automjetesh, e drejtonte kryesisht Sandra, tashmë 70 vjeçe. Ajo ndihmoi nga një punëtore dhe mike shumë e afërt e quajtur Charla Nash, e cila jo vetëm që ndihmonte me biznesin dhe kujdesin për Travisin, por edhe mbështeste Sandrën në jetën e saj personale. Atë ditë të hënë tragjike, Travis kishte marrë çelësat e makinës së Sandrës dhe kishte dalë nga shtëpia. Sandra, e shqetësuar, e telefonoi Charlën që t'i shkonte në ndihmë për ta bindur shimpanzen të kthehej brenda. Charla, e cila e njihte mirë Travisin dhe kishte kaluar shumë kohë me të, mori me vete një nga lodrat e tij të preferuara, një kukull Tickle Me Elmo, edhe doli jashtë. Por sapo Travis e pa Charlën, ndodhi e pa imagjinueshmja. Ai u sul menjëherë ndaj saj, duke e kafshuar dhe shqyer fytyrën dhe duart e saj në një akt dhune brutale. Përballë një kafsh prej 90 kilogramësh, i mbushur me muskuj dhe me një forcë të pabesueshme. Charla ishte plotësisht e pafuqishme. Sandra bëri gjithçka që mundi për ta shpëtuar shoqen e saj të ngushtë. Ajo goditi Travisin me lopat edhe më pas e qelloi me thik kuzhine. Një akt që vetë Sandra e përshkroi si një nga gjërat më të dhimbshme që kishte bërë ndonjëherë në jetën e saj. Kur e shpoja me thik, ishte njësoj si të më shponin mua, tha ajo më vonë. Ishte një pjesë e familjes sonë për më shumë se një dekadë. Por edhe kjo nuk e ndaloi sulmin. Në panik të plot, Sandra telefonoi numrin e emergjencës 911 dhe i tregoi operatores për tmerrin që po ndodhte. Në sfond të thirrjes, dëgjoheshin vritmat e çmendura të Travisit. Ishte një pamje që mund të rrëqethte çdo qenie njerëzore. Pas kësaj thirrjeje të tmerrshme, policia dhe ambulanca u dërguan menjëherë në vendngjarje. Paramedikët mbërritën të parët në vendngjarje, por nuk mund të afroheshin derisa të vinte policia, nga që Travis ende ishte i lirë dhe jashtë kontrollit. Kur makina e parë e policisë u afrua, Travis më në fund ndaloi sulmin, por ajo që ndodhi më pas ishte po aq tronditëse. I mbuluar me gjak, por i qetë në pamje të parë, Travis i u afrua makinës së policisë. Ai u përpoq të hapte derën, por kur nuk ja doli. Goditi një nga pasqyrat anësore të automjetit. Më pas, u soll nga ana e shoferit dhe hapi derën e përparme të makinës. Në atë moment, oficeri që ndodhej brenda qelloi disa herë nga afër me armën e shërbimit. Ajo që pasoi tregoi saktësisht fuqinë e frikshme që posedojnë shimpanzet e rritura mashkull. Travis nuk vdiq menjëherë. Ai u kthye në shtëpi, ku ra për dhe para kafazit të tij dhe vetëm atëherë ndërroi jetë si pasojë e plagëve të marra nga plumba. Ndërkohë, Charla Nash u dërgua me urgjencë në spital. Gjendja e saj ishte e rëndë dhe mjekët që e drejtuan duhej të merrnin këshillim psikologjik pas ndërhyrjeve, për shkak të traumës që përjetuan nga lëndimet e saj. Ajo kishte humbur duart, hundën, syt, buzët dhe kockën kryesore të fytyrës. Kishte dëmtime të mëdha në tru dhe edhe pse mjekët i ja ripozicionuan nofullun, nuk mundën të shpëtonin shikimin e saj. Pamja e saj ishte ndryshuar deri në atë pikë sa fytyra e saj nuk ngjante më me atë të një njeriu. Për shkak të natyrës ekstreme të plagëve të saj, Charla Nash u bë kandidate për transplante eksperimentale të fytyrës dhe duarve. Me guximin e saj të jashtëzakonshëm, ajo pranoi të nënshtrohej këtyre procedurave të rrezikshme. Fillimisht, operacionet ishin të suksesshme, por fatkeqësisht duart e transplantuara duhej të hiqeshin më vonë për shkak të një infeksioni që ajo zhvilloi. Megjithatë, fal përparimeve të mjekësisë dhe qëndrueshmërisë së saj, Charla arriti të jetojë me një shkallë të caktuar të pavarësisë,
ndonë se plagët e saj ishin të përhershme. Familja e saj krijoi një fond pamirësie për të mbuluar shpenzimet marramendese mjekësore që duheshin për trajtimin dhe kujdesin afatgjatë. Charla gjithashtu u shfaq në emisionin e famshëm të Oprah, ku ajo tregoi përvojën e saj tronditëse dhe nisi të fliste publikisht për rrezikun që përfaqëson mbajtja e kafshëve egzotike në shtëpi. Shimpanzet nuk duhet t'i mbaj askush, thot ajo vazhdimisht në intervistat e saj. Nuk janë kafshë shtëpiake, sado të dashur të duken, ata janë krijesa të egra dhe të paparashikueshme. Për Charlën, misioni i saj i ri ishte i qartë, të ndërgjegjësonte publikun për rreziqet reale që paraqet përpjekja për ta kthyer një kafshë të egër në antar të familjes. Pak më shumë se një vit pas incidentit, Sandra Herold ndërroi jetë. Ajo vdiq nga një aneurizëm aortale, një çarje fatale në një arterie të madhe. Megjithse nuk është e sigurt nëse kjo kishte lidhje direkte me ngjarjen, është e qartë se jeta e saj ishte thellësisht e tronditur nga ajo ditë tragjike. Shoku i humbjes së një mikeshe të ngushtë, pesha e një padije të madhe që rëndonte mbi të dhe ndjenja e fajit për atë që kishte ndodhur me Travisin, një krijesë që e kishte dashur si fëmijën e vet. Sandra u varros bashkë me hirin e Travisit, një përfundim i heshtur i një historie që tronditi Amerikën. Por një pyetje vazhdon të qëndroj pezull dhe të kërkoj përgjigje. Çfarë ndodhi me të vërtet atë ditë? Pse një shimpanze, që për më shumë se një dekadë ishte sjellë si një antar i dashur i familjes, u shndërrua në një bishtë të pamëshirshme? Ekspertët dhe publiku kanë shtruar të njëjtën pyetje për vite me radhë, por përgjigjja e saktë mund të mos dihet kurrë. Ekzistojnë disa teori që mund të kenë ndikuar në sjelljen e papritur dhe të dhunshme të Travisit. Një detaj që ngre dyshime është pamja e Charles ditën e sulmit. Ajo kishte një model të ri flokësh dhe mund të ketë qenë e panjohshme për Travisin në atë moment. Të shohësh një të huaj me lodrën e tij të preferuar në dorë mund të ketë shkaktuar një ndjesi frike ose kërcënimi tek ai, duke nxitur një reagim instiktiv dhe agresiv. Por kishte edhe një tjetër faktor shqetësues. Gjatë autopsisë së Travisit, në trupin e tij u zbulua prania e ilaçit Xanax, një sedativ që zakonisht përdoret për të qetësuar ankthin tek njerëzit. Sandra më vonë pranoi se atë mëngjes i kishte dhënë Travisit çaj të përzier me Xanax, me qëllimin që ta qetësonte. Megjithatë, ky medikament në raste të ralla mund të shkaktojë efekte anësore të quajtura reaksione paradoksale. Në vend që të qetësoj pacientin, mund të shkaktoj halucinacione, agresivitet, mani dhe shpërthime të papritura dhune. Mund të ketë qenë pikërisht ky kombinim i rrethanave. Ndjenja e hutimit, prania e një personi që nuk e njihte dhe ndikimi i ilaçit, që ndezi fitilin e tragjedisë. Por ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër, kjo histori na kujton një të vërtet të thjeshtë, por të rrezikshme. Travis, sado i dashur, sado i zgjuar, edhe sado njerëzor që të dukej, nuk kishte njeri. Ai ishte një kafshë e egër dhe asnjë njeri, sado që ta doj, nuk mund ta kuptoj plotësisht një krijesë të tillë. Ti japësh një krijesë të fuqishme si shimpanza rolin e një kafshë shtëpiake, është sikur të luash me zjarrin. Shpesh ato sillen si fëmijë të mëdhenj, të butë, të dashur, të ngazëllyer, por kur ndihen të rrezikuar, të hutuar apo të frikësuar, instikti i egër mund të shpërthejë pa paralajmërim. Historia e Travisit dhe Charla Nash nuk është thjesht një tragjedi, është një paralajmërim. Një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë se mund të ndryshojnë natyrën e egër të një kafshë me dashuri dhe përkujdesje, sepse sado afeksion të ketë, një kafshë e egër nuk mund të bëhet kurrë plotësisht e parashikueshme. Sipas jush, çfarë shtyu Travisin të sulmonte kaq dhunshëm atë ditë? Ishte faji i ilaçit, ndryshimi në pamjen e Charles, apo thjesht natyra e egër që doli në sipërfaqe? Na tregoni mendimet tuaja në komentet më poshtë.